Në fillim të shekullit 19, një diplomat francez, një njeri që kishte parë me sytë e tij fuqinë dhe rënien e shumë perandorive, do të shkruante diçka që askush në atë kohë nuk e besonte. Ai quhej Baron Felix de Beaujour, një historian dhe oficer francez që shërbeu në Greqi, Amerikë dhe Azinë e Vogël. Në librin e tij të botuar në vitin 1829, Voyage militar dans l'Empire Ottoman, ai parashikoi me një qetësi të ftohtë diplomatike diçka madhështore. Një ditë, një shqiptar do të përmbys fronin osman. Kjo fjali e shkruar 2 shekuj më parë tingëllon sot si një profeci, sepse historia e dëshmoi. Shqiptarët vërtet do të trondisnin themelet e perandorisë osmane. Nëse e vlerësoni këtë histori dhe dashurinë për rënjet tona, shtypni butonin pëlqej dhe abonohuni në kanalin ton Histori Epike, që të mos humbasni asnjë nga rrëfimet tona të jashtëzakonshme. Në fillim të viteve 1800, Shqipëria ishte e ndarë në 2 pashallëqe të mëdha, atë të Beratit dhe atë të Shkodrës. Por, siç shkruan Beaujour, shqiptarët nuk i bindeshin askujt përveç se kur ishin të detyruar me forcë. Në malet e tyre kishin ndërtuar një streh të lirisë, një botë ku ligjet e sultanit nuk kishin fuqi. Ai vërente se shqiptarët me zakone, gjuhë dhe fe të ndryshme jetonin të pavarur dhe kjo liri kishte bërë të ngurtë, të pamposhtur dhe të lidhur me tokën e tyre. Në sytë e tij, Shqipëria ishte një fortesë e maleve, e mbushur me njerëz që nuk e pranonin robërinë. Kur turqit pushtuan Azinë e Vogël dhe Greqinë, shumë popuj që nuk deshën t'i nënshtroheshin u larguan drejt maleve. Disa gjetën stre në Kaukaz, të tjerë në malet e Shqipërisë. Kështu, sipas Beaujour, Shqipëria u bë vendi i burrave më të guximshëm të Evropës lindore. Ata që mbërritën këtu sollën me vete zakonet, krenarinë dhe karakterin e tyre luftarak. Nuk u përzien me të tjerët, jetuan të ndarë në fise, por të bashkuar nga një gjë, dashuria për lirinë. Ky individualizëm, thoshte ai, i pengonte të zhvillonin artet e qytetërimit, por udhëronte diçka shumë të madhe, forcën e luftës. Baroni shkruante me admirim: Shqiptarët janë sot ushtarët më të mirë të Evropës juglindore. Ata kishin forcë, shkathësi, zjarr dhe trimëri. Nëse do të kishin trajnim e disiplinë si trupat evropiane, do të ishin të barabartë, ndoshta edhe më të mirë se çdo ushtri e kontinentit. Sipas tij, në betejë vepronin si bishat e maleve. Kur tërhiqeshin, fshiheshin pas shkëmbinjeve, pas shkurreve, madje edhe në gropa që i gërmonin vetë. Kur sulmonin, shpërthenin të gjithë bashk, si një val zjarri që askush s'mund ta ndalte. Asnjë qitës nuk godet më sakt, asnjë trup nuk zgjedh më mirë terrenin për mbrojtje, shkruante ai. I vetmi problem, sipas tij, ishte mungesa e një disipline të organizuar. Shqiptarët luftonin me instinkt e jo me rregull, por instinkti i tyre ishte perfekt. Shqiptarët nuk mund të rrinin pa luftë. Kur nuk luftonin kundër njëri tjetrit, i shërbenin pashallarëve osman si mercenar, njësoj si që zviceranët shërbenin për princat e Evropës. Këmbësorët pagueshin me 1 sekin në muaj, kalorësit me 2, por shpërblimi vërtet ishte plaçka e luftës. Ata ishin të vlefshëm dhe besnik, por siç thoshte Beaujour, nuk dinin të nënshtroheshin plotësisht. I quan shpata të arta, por të rrezikshme.
Nëse kujtoni bandat e malandrinëve që kishin shkatëruar Francën në kohën e mbretit Karli V, thoshte ai, do të kuptoni se çfarë janë shqiptarët për perandorinë osmane. Dhe më pas, ai shkrua një fjali që tronditi lexuesit të kohës. Këta ushtar, një ditë, do ta pushtojnë Turqinë dhe do ta coptojnë atë. Ndoshta një shqiptar do ta përmbys fronin osman. Historia tregoi se ai kishte të drejtë. Nga gjaku i këtyre luftëtarëve lindën burra që do të sfidonin vetë sultanin. Në jug, Ali Pasha Tepelena ngriti një shtet pothuajse të pavarur, sfidoi portën e lartë dhe krijoi ushtri, diplomaci e aleanca me Francën dhe Anglinë. Në veri, malësia e Shkodrës e mbrojti tokën shqiptare për shekuj me radhë. Dhe pak dekada më pas, lidhja e Prizrenit do ta kthente këtë frymë në një lëvizje të madhe kombëtare. Kur sultanët u dridhen para rebelimeve të popujve të tyre, në çdo qoshe të Ballkanit kishte një shqiptar me pushkë në dorë. Ata që dikur u quajtën mercenar, u kthyen në çlirimtar. Në librin e tij, Bozhur e krahasoi Shqipërinë me Zvicrën. Jo vetëm për malet, por për strukturën natyrale mbrojtëse. Ai shkruante se vendi ishte më i fortifikuar nga natyra sesa nga armët. Shqipëria mund të sulmohej vetëm nga deti, ndaj ai këshillonte se për ta mbrojtur duhet të forcoheshin Durrësi, Lezhë, Ulqini dhe Apollonia. Sipas tij, kushdo që kontrollonte këto pika, kontrollonte gjithë Ballkanin. E pastaj Bozhur jep një vërejtje strategjike briliante. Shqipëria është për Greqinë, ajo që Lombardia është për Italinë. Kush dëshiron të mbaj këto gadishuj, duhet të zotëroj kokën e tyre, Shqipërinë. Një fjali që tregon qartë rëndësinë gjeopolitike të Shqipërisë, një vend i vogël, por me peshë të madhe në fatet e kontinentit. Në sytë e një të huaji, shqiptarët mund të dukeshin të egër, por për të, kjo egërsi ishte shenjë lirie. Ata nuk ishin të qytetruar sipas standardeve franceze, por ishin të qytetruar në mënyrën e nderit dhe të besës. Ai e kuptoi diçka që shumë të tjerë nuk mundën. Në këtë tokë të ashpër, jeta kishte kuptim, vetëm nëse ishte e lirë. Në këto male, shkruante ai, jeta është e rrezikshme, por e ndershme. Ata nuk kanë mësuar artet e paqes, por njohin çdo sekret të luftës. Ky ishte populli që i kishte dhënë emra të mëdhenj historisë botërore, e që më vonë do t'i jepte edhe emra si Mit Sokoli, Idris Seferi, Azem Galica e shumë të tjerë që mbrojtën nderin shqiptar deri në frymën e fundit. Fjalët e baron Felix de Bozhur nuk ishin thjesht analiza ushtarake, ishin admirim për një popull që refuzonte të dorëzohej. Në librin e tij, Shqipëria shfaqet si një vend i vogël, por me fuqi që buron nga karakteri njerëzve të saj, një vend që jeton midis maleve, por ndikon në fatin e gjithë kontinentit. Sot, 2 shekuj më vonë, këto fjalë janë ende të vlefshme. Shqiptarët vazhdojnë të jenë popull krenar, luftarak dhe i pathyeshëm, kudo që ndodhen. Një popull që edhe kur është i vogël në numër, është i madh në shpirt. Kështu një diplomat francez i harruar që shëtiti tokat tona më shumë se 200 vjet më parë, la pas një dëshmi që sot tingëllon si një homazh. Shqiptarët janë forca që as perandoria më e madhe nuk mund t'i gjunjëzoj. Një popull që jeton për liri, një tokë që nuk ju nënshtrua perandorive. Një histori që vazhdon të frymëzoj brezat, sepse në çdo damar të këtij kombi rrjedh ende gjak lirie. Çfarë mendoni ju? A kishte të drejtë diplomati francez që fliste me kaq admirim për shqiptarët dhe Shqipërinë?
Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.